Përshëndetje, zoti Fevziu, mirë se erdhët. Një mazhorancë që mund konsiderohet maksimale dhe një opozit në minorancë, të dyja palëve u kërkohet të kenë bashkëpunim, gjithëpërfshirje, konsensus dhe dialog. Pyetja është direkte, sa e mundur është? Në gjitha rastet, një minorancë është minorancë, nuk ka rëndësi është e vogël apo e madhe. Natyrisht që këtu flitet për një mazhorancë që është pak ekstra largë, kuptimin që ka kaluar kufit e 2/3 që janë të nevojshme për një seri ligjesh të kualifikuara, kurse minoranca, për që do thotë opozita, pak rëndësi ka nëse ka 3 vota më shumë, 3 vota më pak, natyrisht po t'ishte në ato që quhen limitet e 70-ës, që ka qenë opozita dikush me 66, 65, 66 do t'kishte më shumë pesh, por nuk gjykoj që pesha në opozit varet nga numrat, varet kryesisht nga kualitetit dhe cilësia e të bërit opozit. Përsa i takon konsensusit, në mënyrë absolute, unë i qëndroj ides që konsensusi është i nevojshëm, për të mos thënë është i domosdoshëm, ka qenë imponuar nga ndërkombëtarët, në gjykimin tim nga ndërkombëtarët ka qenë pak një lloj konsensusi tendencios, për ju shkërkuar dhe në ato raste kur konsensusin fundit, konsensusin e siguron ligji. Pra në qoftë se ke votat, ti ke konsensus, në qoftë se ti bën një referendum dhe publiku voton, ti e ke konsensusin, sepse ka disa mënyra se si merret konsensusi, për shembull fakti që ndërkombëtarët ose që këtu Brukseli reagojnë negativisht ndaj idesë të referendumit të propozuar nga Berisha në maj, dhe nuk pati në reagim në votimin me 84 votat të ligjit për administratën civile, tregon 2 standarde në raport me atë që me Bashkimin Evropian. Gjë që unë i qëndroj akoma, ide si ka pasur një tendencë të vazhdueshme negative, problematike të Bashkimit Evropian ndaj po quajmë mazhorancës së dieshme, sidomos në muajt e fundit të saj. Përsa i takon konsensusit si koncept, pra duke dal nga ky konsensus i debatit përditshëm, sepse kam përshtypjen që shoqëria shqiptare shpeshherë futet ose trysnohet. Jo, është në trysnin, po në një farë mënyrë është në trysnin e debateve të përditshme, shpeshherë shterë të presionit pak personave. Duke dalë për te kësaj, unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për një konsensus dhe një konsensus real, do të ishte një konsensus për disa çështjet madhore të politikës shqiptare dhe të shoqërisë shqiptare më shumë se të politikës, që do të shërbenin këtij vendi afatgjatë, që do thotë, a ka mundësi kjo mazhorancë? Dhe këtu do të kishte një kalim kualitativ, që të gjende një konsensus me këtë opozit, dhe a ka mundësi kjo opozit, dhe këtu do të kishte një kualitet më shumë dhe opozita, pra siç mazhoranca dhe opozita, të bëjnë një konsensus për probleme madhore, siç janë problemi i administrimit territorit, të cilin sot e kemi në 300 ca komuna dhe bashki, në një zonë kaotike dhe shumë problematike për vendin, që nuk i për një ndarje që nuk i përgjigjet zhvillimit aktual të vendit në vitin 2013, kur është ndarë dhe kur ka ndodhur. A do të mundet kjo mazhorancë dhe kjo opozit, pavarësisht se për disa gjëra mund të ketë dhe votat vetë mazhoranca, të gjejë një konsensus për zgjidhjen përfundimtare të problemit të pronës në Shqipëri, në mënyrë që të ketë një konsensus që nuk lejon pastaj luajtjen ping-pong të personave që i dëmton pra një ligj real. A mund të ketë kjo mazhorancë dhe kjo opozit mundësinë të ndërtojnë një konsensus real, nëse duan të ndihmojnë vendit, për zgjidhjen e kontrollit të territorit në Shqipëri dhe dhënien në fund përfundimisht ndërtime pa leje dhe ndëshkimin e ndërtime pa leje, sepse ka dëshmuar që zbatimi i ligjit ka qenë problematik ose ligji ka qenë i paaftë të funksionojë për ta mbrojtur territorin në Shqipëri. Ndoshta padyshim që për drejtësinë po ashtu mund të ketë një konsensus, pra po flas për disa çështje madhore, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër kanë ose japin një dimension përtej atij të përditshmit që jemi mësuar të shohim. Pra këtu ne flasim për një konsensus të madh. Kur insistoj edhe një herë të them që ka pasur 2 standarde për konsensusin nga Bashkimi Evropian, një standard që i kërkoi ndryshe mazhorancës djeshme dhe një standard ndryshe mazhorancës sot. Megjithatë, po dal për te kësaj dhe po them që duke u shpërngulur nga ajo trysnia e përditshme e lajmeve që vijnë dhe e temave të ditës që shpeshherë dominojnë jetën tonë duke hyrë në disa tema pak më madhore, unë mendoj që ky vend ka nevojë për këtë konsensus. Dhe po them edhe një herë, nëse kjo mazhorancë arrin ta sigurojë, pra të ofrojë një konsensus tillë, dhe nëse opozita arrin po ashtu të gjejë një konsensus tillë, atëherë mund të thoshim që Shqipëria po hyn në një mënyrë më cilësore të bërit politik, në mazhorancë apo në opozitë. Këto mendoj që janë probleme madhore. A ka për shembull një konsensus tjetër? A mund të ketë një konsensus që mund të rishikohet, gjë që e kam dëgjuar nga zoti Shej në një nga studiet e mia për rishikimin e kushtetutës në ato pika ku nuk shkojnë, për zgjedhjen e presidentit, për ndarje, për mënyrën se si funksionon ligji elektoral e tjera. Pra, ka disa probleme madhore reale dhe shumë të rëndësishme për të cilat kërkohet një lloj
kompromisi. Unë gjykoj për shembull dhe për borxhin publik, megjithëse nuk jam ndjeni të aktit normativ sepse duhet parë se si do të argumentohet dhe cilat do të jenë mënyra se do shkoj, duhet një konsensus. Nuk mjafton ta marrësh përveç votave që i kenë parlament një gjë të tillë, sepse është një gjë që i rëndon gjithë shqiptarëve. Pra ti ke natyrisht mbështetjen e 1 milion votave në favorin tënd, por duhet të kesh parasysh që janë dhe 700.000 vota në anën tjetër që shkojnë favor që janë mbështetësit ose kundërshtarët e majorancës sotme. Po insistoj dhe një herë, thash për dalë nga kjo përditshmëri, a mund ndërtojmë ne pyetja që mund të shtronim, ndoshta jo pyetje e ditës, pyetje që mund të bëhet dhe nesër dhe pasnesër, por është një pyetje që çon nga një stat në një stat të ndryshëm të bërit politikë në Shqipëri. A kemi ne pjekurinë sot të arrijmë një konsensus për këto tema të mëdha, apo do të mbetemi gjithmonë në shernajin e vogël të detajeve shpeshherë që nuk na jep ndonjë gjë, të arrogancës majorancës dhe shpeshherë të zërit problematik të opozitës që vërtet për çdo gjë. Ky është problemi. A arrim ne do të ndërtojmë konsensus për këto gjëra? Mund mos arrim dot. A është faji majorancës? Mundet. A është faji opozitës? Mundet. Çështja thelbësore është, a mundin këta qytetarë shqiptar, këta 1.700.000 që kanë votuar në zgjedhjet e 28 qershorit, të shohin që palët politike arrin të zgjidhin realisht pra me një konsensus, që mos ketë më pasaj ndryshime, 4-5 probleme thelbësore të kësaj shoqërie, qofse ne nuk gjejmë konsensus për këtë, pastaj gjërat e tjera janë detaje të përditshme të politikës. Fevziu, çfarë po ndodh aktualisht? Kjo majorancë me 84 vota, pasi çon në parlament akte normative, të cilat janë të pakthyeshme normalisht ose të paktën të pandryshueshme, sepse mund të kthehen nga parlamenti, por nuk ndryshohen në përmbajtjen e tyre, pasi i çon ato në parlament, kërkon dialog dhe debat nga ana e opozitës. Kemi një kryetar të parlamentit që është zoti Ilir Meta, që është kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili të paktën në retorikën e tij shfaqet ekuilibrues dhe jep hapësira për debat politik në sallën e Kuvendit të Shqipërisë, dhe kemi një opozitë e cila pretendon se ky konsensus i ofruar është thjesht për të larë gojën. Roli vërtet, kemi arbitraritet nga majoranca? Jo, unë mendoj që majoranca duhet kishte ndjekur radhën e kundërt të gjërave. Nëse ligji për administratën civile, pra për nëpunësin civil, nuk do të kishte, nuk ishte i pasbatueshëm pra për aktet ligjore, sepse ka gjithmonë një debat ligjor. Gjëja e parë që duhet ishte bërë, duhet ishte ftuar opozita që të gjende një konsensus për ta rivotuar ose për ta shtyrë ose për të ndryshuar ato detaje që mund ndryshoheshin në të njëjtën mënyrë siç ajo votua në fund të majit të këtij viti. Pra duhet kishte të njëjtën rrugë, duhet ndihet të njëjtën rrugë. Ftimi duhet ftohej për Lëvizja Socialiste për Integrim, që është pjesë e qeverisjes, dhe opozita për ta votuar këtë ligj. Dhe jo të shkonte përmes aktit normativ, dhe në momentin që akti normativ ngelin në parlament për arsye të mungesës plot votave, të kërkohet kompromis dhe një lloj kompromisi ultimativ, duke thënë dy presim deri të njëjtën votat e kemi. Nga njëra anë, kjo majorancë është në drejtën e saj ta votojë me 84 vota, sepse i ka 84 vota. Dhe 84 votat janë një konsensus më vete që përcakton ligji. Por ne po flasim për një standard të krijuar në Shqipëri. Sepse unë po bëj pyetjen tjetër, nëse opozita e sotme do kishte pasur 84 vota në parlament, a do e kishte votuar këtë ligj? Padyshim që do e kishte votuar. Kështu që është në drejtë kjo majorancë votoj. Por nuk ka drejt thotë që ne po ju ofrojmë një kompromis që na ka munguar, po voton një ligj sepse i ka votat për ta votuar. A mund kishte gjetur një kompromis? Po mund kishte gjetur një kompromis. Cila do kishte qenë rruga mirë? Padyshim do kishte qenë negocimi me opozitën e sotme dhe majorancën e djeshme për të gjetur një kompromis. Nëse s'gjej kompromis, votoj, sepse tash votat i kanë. Megjithëse vota me një votë e cila nuk ka qenë për këtë majorancë, por është vërtet që ka kaluar nga majoranca, por kjo ka pak rëndësi. Thelbi i kësaj është që në gjykimin tim rruga që ka ndjekur majoranca e sotme ka qenë rrugë e gabuar, pra po flasim nga anën mediatike, sepse ligjërisht ata i kanë votat dhe mund të vazhdojnë të funksionojnë. Për hir të kriterit politik të kërkuar nga Bashkimi Evropian, sigurisht bën edhe lëvizje dhe kërkohet konsensus. Para e Bashkimit Evropian, se kam disa herë që dëgjoj çështën e Bashkimit Evropian, unë kam pas qëndrim të bindës këtë. Bashkimi Evropian në shumicën e rasteve ka pasur dy standarde për Shqipërinë, një qëndrim racist ndaj Shqipërisë. Dhe nuk e ndryshoj këtë mendim timin, nuk dua të hyj tani një analizë që shkon përtej kësaj, dhe e dyta, padyshim që deklarata e Bashkimit, por kush është Bashkimi Evropian ta mund tani, se deklarata që vijnë nga çdo lloj zëdhënësish, apo deklarata funksionarësh, deputetësh europian, cilët po i kapi një kamera i thonë gjë tjetër, dhe po i kapi kamera e televizionit tjetër thonë gjë tjetër, këto nuk janë për të marrë dhe kaq seriozisht. Tani po flasim për një problem që është i rëndësishëm në Shqipëri, nuk e marr fare seriozisht dhe nuk dua të hyj dhe të diskutoj për një çështje që lidhet me Bashkimin Evropian. Jam padyshim i bindur që rruga e vetme e Shqipërisë është rruga e integrimit evropian. Nuk ka asnjë dyshim që Shqipëria duhet punoj 2 herë më shumë se vendet e tjera për të bërë detyrat e saj të shtëpisë për të shkuar drejt Bashkimit Evropian,
po jam ende pa përgjigje sot se si shpjegohet që Shqipëria ka detyra mbas detyrash, ndërsa vende si Malizi dhe Maqedonia, që në gjykimin tim, sidomos në parimet e funksionimit demokracisë janë shumë më problematike se Shqipëria, janë në një hap përpara ose më të avancuar në rrugën integruese të Shqipërisë. Kështu në këtë aspekt unë mendoj që ka një lloj racizmi ndaj Shqipërisë, para gjykim, po që se racizmi është fjalë shumë e madhe, në rrugën integruese që vjen nga struktura europiane. Nuk duhet flas për albanofob apo pro-shqiptar, duhet flas për një standard dyfish. Një vend si Malizi që drejtohet 25 vjet nga njëjta klasë politike që ndron vendet. Një vend si Maqedonia ku kryeministri drejton me dorë të hekur, të shkrin media, fshin media, dhe nuk ka probleme, po i le probleme ndërretnike, janë vende që janë më përpara rrugën integruese. Një vend ku demokracia është më funksionale si Shqipëri, që u dëshmua. Një opozit që fiton, një mazhorancë që zhvillon zgjedhje dhe largohet, pra në kushte krejt normale. Nuk dihet kur janë bërë zgjedhje dhe fundit që ka pasur rotacion në Maqedoni. Kryqi nga ky aspekt, unë mendoj që duhet të ndikur rreth vitit 2006, nga ky aspekt mendoj që Shqipëria ka pasur kriteret, pra i ka përmbushur kriteret më herët se këto vende, kështu që nuk duhet merrem tani me deklaratë e Bashkimit Evropian për këtë apo atë çështje. Le të shohim çfarë do bëj politika shqiptare përveç Shqipërinë atëherë, sepse shpeshherë i bëjmë për hir të tjerëve gjërat. Fevziu, kemi një opozit me një kryetar të ri e akuzuar se është bashkëkryetar në fakt, sikurse nga ana tjetër një mazhorancë që duket në një farë mënyre se ka gjithashtu dy bashkëkryetarë, zotin Rama dhe zotin Meta. Por në rast se kjo mazhorancë është e cilësuar, kjo opozit që ka pak vota duhet të ngrej zërin për çështjet thelbësore. Sa realisht po e bën rolin e saj opozita? Kemi aksione spontane deri më tani apo duket se është përpiluar një strategji opozitare nga zoti Basha? Dhe jo vetëm. Padyshim që ka një strategji opozitare, kam përshtypjen që mënyra se po funksionon opozita, e para njerë ideja e bashkëkryetarëve është një ide që qarkullon, do qarkulloj për një kohë, nuk e di se përsa, është krejtësisht normale të qarkulloj për arsye të karizmës shumë fort të zotit Berisha si kryetari i Partisë Demokratike, si një nga themelusit dhe kryetarët historik kësaj partie. Natyrisht çdo kryetar që do t'i vijë kësaj partie në të ardhmen, sepse partitë janë institucione që zgjasin një kohë shumë gjatë, shpeshherë shumë gjatë madje, nuk do kenë asnjëherë as karizmën e zotit Berisha, as nuk do të kenë ndikimin në kryetarin pasardhës që mund të ketë zoti Berisha, që thash është një nga themeluesit dhe liderit historik kësaj partie. Është shumë e vështirë që kryetari i ri të krijojë një profil të vetin në një periudhë kohore prej 2 muajsh, 2 muaj e gjys, sepse është e pamundur. Do të kërkohet, mbas kohë, po ju sjell një shembull nga Partia Socialiste, ku zoti Rama erdhi në kontestim të zotit Nano, zoti Nano u tërhoq krejtësisht në pozicionin e vet privat dhe një dalje mas 4 vjetësh e zotit Nano në televizion i destabilizoi situatën politike të brendshme të Partisë Ramës. Kështu që nuk mund të kërkosh në Partinë Demokratike një situatë ndryshme kur Berisha është ende shumë aktiv, kur Basha është një farë mënyrë edhe i përzgjedhuri i Berishës, pra në këtë aspekt nuk mund t'i ndash dhe të flasë për kaq. Plus që në zakonisht Partitë e Djathta ka funksionuar kjo filozofi që pasardhësi ka ardhur i përzgjedhur i paraardhësit dhe jo duke kontestuar paraardhësin, pra si mënyrë funksionimi. Ajo që unë shoh të Partia Demokratike është një fushat, një opozit e fokusuar në fushata tematike, që do të thotë një javë merren me problemet që lidhen me ligjshmërinë, një javë merren me problemet që lidhen me ekonominë, një javë me problemet që lidhen me integrimin apo me borxhin. Për shembull, këto 2 javë të fundit ose ndoshta muajin e fundit, ka një fushat për të kthjelluar publikun, ose kështu ngjan paktën nga shikimi mediatik që kam, për të sqaruar publikun për problemin e financave publike dhe asaj që la trashëgimi shteti i drejtuar nga mazhoranca e djathtë në 8 vite. Është një fushat që po ta vësh re, të krijon perceptimin publik sikur opozita e sotme është në mazhorancë dhe mazhoranca e sotme është në opozitë. Mjafton të shihni në debatin tim të Stenjës, ku zoti Bumçi thoshte ne jemi një vend normal, një vend që jemi zhvilluar, një vend që po zhvillohemi normalisht, ndërkohë që opozita thoshte ne jemi vend ku gjërat secin normalisht, jemi në krizë të tjera. Pra duket si një rol, një lloj inversi që shpeshherë është i pashpjegueshëm. Nuk e di sa efikase është kjo fushat, natyrisht që Partia Demokratike dhe kryetari i saj Basha kanë argumentat e tyre ose duhet të kenë argumentat e tyre për të ndërtuar një fushat të tillë. Kam përshtypjen dhe këtu unë kam një vërejtje që po krijohet përshtypja sikur fushata e Partisë Demokratike është një fushat që synon të bindë shqiptarët që kanë votuar gabim. Pra që kemi pasur një qeveri që ka punuar mirë, gjë që dhe Basha shpreu në intervistën që kishte unë, por kemi një mos kuptim përgjithshëm publik që po tentohet të sqarohet. Në gjykimin tim, kjo nuk është efikase, po ky është gjithmonë mendim personal, për arsye se ka pasur një votim të shqiptarëve me apo pa të drejtë,
Unë mendoj që e mazhorancë 8 vjeçare ka pasur arritje shumë të rëndësishme, sikur se ka pasur edhe probleme shumë të mëdha, por mendoj që dominon pjesa pozitive dhe vendi zhvilluar mjaft në këto 8 vjet. Unë nuk mendoj që tani një verdikti të publikut, pra ati që ne quajmë sovrani, ke nevojë ti kundërvihesh për ta bindur që pra që vendi ka qenë mirë, që nuk është keq. Kjo ka pak rëndësi. Sot e tuti, kjo opozitë duhet ndërtojë një opozitë të fokusuar tek problemet e ligjshmërisë që po shfaq mazhoranca e sotme, tek problemet e arbitraritetit dhe arrogancës që mund t'i vinë kësaj mazhorance, dhe padyshim tek të qenit një xhandar në kuptimin e mirëfillt dhe të mirë të fjalës, i ruajtjes së parimeve të shenjta të pastërtisë, integritetit dhe mos korrupsionit. Pra duhet jetë kjo opozitë që duhet të qëndrojë si xhandar mbi kokë mazhorancës për të mos lejuar asnjë lloj abuzimi në këtë drejtim. Dhe unë mendoj që raste për të kritikuar mazhorancën e sotme mund gjenden shumë më tepër dhe shumë më efikase se sa të krijosh atë të shpjegosh që 6 muaj apo 8 muaj përpara kjo mazhorancë ka punuar, ish mazhorancë e dishme ka punuar mirë. Këtu unë vëre një, megjithatë unë nuk jam strategi, nuk e di se çfarë strategët e fushatës ose e politikës opozitës kanë përcaktuar, kam përshtypjen këtë javë nga ç'kuptuam opozita do të merret me problemin e borxhit publik. Natyrisht që duhet fokusuar shumë dhe e nisi këtë tek administrata publike dhe zëvendësimet në administratë publike, sidomos në muajt e parë, domethënë me herë nga mesi shtatorit, kur filluan dhe debatet e parapreqet nga puna e tjerë. Natyrisht që do ketë argumenta tjera në të ardhmen. E qartë. Do duhet ndaleshim pak të kjo mazhorancë. Kjo mazhorancë që në retorikën e saj duket opozit, por në veprimet e saj shfaq një lloj force ose vendimarrje të menjëhershme. Në fakt kanë kaluar vetëm diçka më shumë se 30 ditë nga mandati i kësaj qeverie. Fevziu, këtë retorik opozitare, këtë lloj bilancit qeverisis kaluar që dëgjojmë në përditshmëri nga thuajse gjithë eksponentët e lartë të qeverisis aktuale, flasim kryesisht ashtat Partisë Socialiste, duhet ta shohim në fakt si një parapërgatitje justifikuese për të thënë që po nisim gjithçka nga zero, e për të justifikuar mosmbajtjen e premtimeve? Dhe pas kjo lidhet me filozofinë e opozitës sotme, në mënyrë absolute mazhoranca e sotme nuk mund të vazhdojë retorikën e dështimeve të mazhorancës djeshme. Po e vazhdon. Po nuk duhet vazhdojë, unë këtë po them. Nuk duhet vazhdojë retorikën e dështimeve të mazhorancës djeshme. Kjo mazhorancë u ndëshkua me një votë në 28 qershor, ose publiku gjykoi që kishte nevojë të ndeshkojë dhe kishte nevojë për rotacion politik. Kjo mazhorancë ka ardhur në pushtet me disa premtime elektorale dhe duhet i qëndrojë këtyre premtimeve. Nëse e ka marrë vendin më keq se sa e mendonte, nëse e ka marrë vendin më zi se sa kishte parashikuar apo se e ka përshkruar në opozit, kjo nuk ka më asnjë lloj rëndësie. Ti nuk mund të thuash sot shqiptarëve që unë erdha dhe kisha kalkuluar gabim mundësinë time, kështu që unë nuk do t'ju realizoj ato që kam premtuar, ti ke premtuar dhe bilanci kësaj mazhorance është me premtimet e saj elektorale. Në qoftë se arkën e ka 0, me 2 lek, me 5 lek, me 2 milion lek, apo me nuk e disa miliard lek. Nuk ka asnjë lloj rëndësie kjo. Nëse shtetin e gjetit të shkalafitur apo të konsoliduar. Nuk ka asnjë lloj rëndësie, kjo është një mazhorancë e cila mbi bazën e një analize serioze, siç pretendon ajo, të bërë përpara zgjedhjeve, ka bërë një program elektoral dhe premtime elektorale për 4 vitet e ardhshme. Vetmja mënyrë për të matur dhe për të bërë bilancin kësaj mazhorance është bilanci me premtimet e saj elektorale. Nuk ka bilanc tjetër dhe unë nuk njoh bilanc tjetër. Nuk ka bilanc justifikues për të thënë që ishim keq dhe u bëm më mirë, ka një bilanc çfarë ke premtuar dhe çfarë ke bërë. Fevziu, faleminderit. Faleminderit ju.